Të lutem zotëri, unë do të bëj gjithçka. Janë këto fjalët që presidenti i SBA tallet me vendet që kërkojnë kontakte për të negociuar tarifat në një darkë për mbledhjen e fondeve për Partinë Republikane, disa orë përpara se tarifat reciproke të hynin në fuqi në mesnat me orën amerikane, 6 pasdite me orën shqiptare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara foli për vendet e huaja që duan të merren me të për tarifat, raporton Corriere della Sera. Me një fjalor banal, presidenti i SBA mësohet të ketë thënë: "Këto vende po na thërrasin, po më puthin dhe po vdesin për të bërë një marrëveshje." Trumpi portretizoi liderët e huaj si të gatshëm të bëjnë gjithçka për të shmangur tarifat, teksa bënte një lloj imitimi me fjalët: ju lutem zotëri, bëni një marrëveshje, unë do të bëj gjithçka zotëri." Presidenti amerikan shtoi se janë vendet e huaja që duan të bëjnë një marrëveshje me ne, ndërsa Shtetet e Bashkuara nuk kanë domosdoshmërisht nevojë për marrëveshje dhe janë të lumtura ashtu siç janë. "Unë e di se çfarë drejqen jam duke bërë", thekson presidenti i SBA-s. Diplomatët amerikanë dhe ekipi i Trump po inkurajojnë liderët e huaj që t'i bëjnë Trump propozime kreative që nuk kanë të bëjnë vetëm me tregtin. I pari që mbriti ishte kryeministri izraelit Netanyahu të hënën e kaluar. Tani delegacionet e ministrave nga Japonia dhe Korea e Jugut po zbarkojnë në Washington për të negociuar këtë javë dhe kryeministria italiane Giorgia Meloni pritet të shkojë në 17 prill, ndërsa Kina thotë se do të luftojë deri në fund kundër tarifave amerikane. "Nuk është luftë. Në fakt ata po vinë këtu", tha Trump. "Shumë vende na kanë zhveshur nga e majta dhe nga e djathta dhe tani është radha jon t'i prishim ato dhe ne do ta bëjmë vendin ton më të fortë." Trump argumentoi gjithashtu se republikanët duhet bëjnë një syqor dhe të miratojnë faturën e madhe dhe të bukur të shkurtimeve të taksave dhe shkurtimeve të shpenzimeve, siç kërkon ai.